Ndryshimi nuk vjen gjithmonë me zhurmë. Shpesh vjen në heshtje, me një ndjesi të re në zemër. Ndonjëherë, ndryshimi na tremb, sepse është i panjohur, sepse na nxjerr nga ajo që e kemi mësuar. Por ndryshimi është pjesë e rritjes. Ashtu siç rritemi ne, ashtu ndryshon edhe jeta. Çdo hap i ri kërkon guxim. Edhe kur hapi duket i vogël, ai është fillimi i diçkaje të madhe. Kur përballemi me diçka të re, zemra ra më fort. Mendja pyet më shumë, por shpirti mëson. Ndryshimi na mëson të përshtatemi, të provojmë përsëri, të mos dorëzohemi. Jo çdo ndryshim është i lehtë. Disa kërkojnë durim, disa kërkojnë kohë, por çdo ndryshim sjell një mësim, edhe kur nuk e kuptojmë menjëherë. Kur guxojmë të provojmë diçka të re, ne zbulojmë aftësi që nuk i dinim se i kishim. Ne bëhemi më të fortë, më të sigurt, më të pjekur. Ndryshimi nuk do të thotë të humbasësh veten, do të thotë ta njohësh veten më mirë. Çdo përvojë e re na mëson të rritemi, të mësojmë dhe të besojmë më shumë në vete. Mos ki frikë nga ndryshimi, ai nuk vjen për të të ndalur. Vjen për të të quar më përpara. Sepse pas çdo ndryshimi fshihet një mundësi e bukur. Prandaj, përqafo ndryshimet, me guxim, me besim, me zemër të hapur. Sepse çdo hap i ri është një hap drejt rritjes.